Qoftë tu Jezu Krishti. Duhet falënderoj me zemër të madhe Zotin që më ka dhënë jetën e shtetën për mu taku, pothuajse zyrtarisht mas kam filluar vitin 10 në Itali, New York, në Firenze, për me përhap si tanë mështar tjerë, fjalën e Krishtit me pa gjithë zemrat e bashkuar në dritën e orës, ja Krishti lumëniet njën për gjithë njerëzimin. Falënderoj me zemër Arshbashnin, e Peshmit, e Klerin, e ju popull që keni ardhur për me dhënë fjalën e Zotit. Përse dini mirë se mrekullia më e madhe që bëhet në botë çdo ditë, e cila është ardha e Krishtit, ndurt e gati 1 milion mështarëve në botë. Krishti si diell në këtë botën e ngroh botën, kështu Krishti vjen në çdo kishë, në çdo dorë të mështarit me prunë, mallina pa matur në Krishtit, krijuesi i qiellit së dhout. Ligjdansi i qiellit së dhout. Bari dashnia e pamatur, forca e njëjtë e lumënisë, e vetëm Krishti, lumënia pushtimi i gjithë njerëzimit për gjithë shekujt deri në ardhmën e dytë që do vijë për me çku marr botën, sigurisht tanë me pushtet pamatur në hynit pamatur. Kisha vënë ku mund të thomi hapi parë deri të lumënisë të parrinjësit. Ashtë në më të bukur se stolishën me fenomenin që sytë tonë nuk i shohin. Krishti me korpën e shpirtin në gjitha Krisht, katolikët të botës, ata që kanë paninë e Krishtit, me korp e me shpirt, nuk është një fantazia ose një bashkëret e kishë, a dogmatike, që ai që se pëson është i ballkum. Anjë të rrethojnë Krishtin, sytë tonë nuk shohin, për veprat tona të mira, e pas shërojnë mallin e pamatën të Krishtit që kërkon me inartu, ma njerëzimin ka jetë e mëshume. Në kishë nuk vim për me pa në kantatorë, në muzikë anë e këtej, por muzikën qillore, që ka për të na përin me në shekuj të shekujve, që meri shumë kushi, sot pak e mendon, se jena drejt fluturimit të jesë mëshkume. Për me pështu njerëzimin e anë mëkatë, sikur e dim tanë, ati që poshtesim që të bjerën vetë Krishtin, në formën ma hinor e ma të manushme, që me anë jonë s'mund kur me e kuptu në poshtetin në altimin dhe përmi sferë të hyve në anë e Krisht zonë e vëku me marinë. Në vim këtu për me mësu e me taku Krishtin, me mësu që ka du të bajmë si ku i tha ideali ri i Krishtit, magister, këtë thashë që më të vitë më talën posit jam. Mësus, që ka të bajmë për me fitu jetën e pasosën, se gjithë njerëzit, qëllimi parë, që janë gratë qeles, që janë miliardas, që janë ladhës, që janë poshtetë, që janë sot për nesër gjitha, parë kërësorja me pështu shpirtnat e njerëzve për milionët e shekuve që kemë për të kalu në jetën e mëshume. Qëka e tha Krishti? E keni një sajër, po ja përstisë. Si salve mandatet e mej. Në asë dërë me keni pështu, maj 10 urdhnimet atit em. Majtja urdhnime është problemi i kryesor i çdo dite. Përse nuk e dim, thotë Krishti as ditën as orën ku të delni përpara gjykatës finore. Fjala paçi ka thënë thotë të gjithë me Krishti, ç'kam për unë, si Gloria Paulus në Kolombi, ç'kam për unë, Europisë të tjera me të mjetë të shekullit. Fjala parë, libri jesë, e kena libri në jesë përpara, asnjë se shohim. Çdo veprim që bëjmë, incizohet, shkruhet në të, e të dalë një pasqyrë gjatë jetës sonë. Le të him në pjesën e unijë se këto ishin, si më thënë, udhëzimet kryesore të çdo njeri që don me pa vetin jo në vorrin që zhduk, por në jetën e të njallënit. Përse Krishti kur njallë shhlasin që kërë njësa herë 4 ditë parë të varosën, parë 20.000 vetëve, judeve dhe të huj, që ka e tha bosë, atërë dhe sot, ego së vërësorë se dhita, unë jam të njallën të jeta, kushta që beson mu, ka mu njallë e ka me tu për një të pamatun. Ja ku thënë atërë, ja thot, e sot çdo njeri që ndhin këtë fjalë, Krishti atë njallën të jeta, Krishti alumnia, Krishti është bukuria, Krishti është mania, Krishti është pëshimi i gjithë njerëzimit të gjithë shekujt. Me majtë urdhnimin e Zotit, me shëtnu ti në dirë të urdhnume, me shëtnu kunarën shajte, çka lidhën tokë, a lidhën qiell. Këtu fetë Zotit, ndërset janë kajimtarë, sot për nesër tanë. Në fund të shekullit 20 bota ishte 1 miliard. Sot, mas 175 vjetëve, është 8 miliard e 300 milion, që kur më ndonë dinjë dhe të ma mire. E gjithë bitë ma sot kërium për lumënit pa matën.
Duhet të hapën, ndoshta s'po mërzis, 2 sfonde panorama tjesë. E para është pak e të shtushme, por fakti vërtet, në rast se na nuk themi ka i madhë Zotë. 18 babalarë, dalin pjasët, shkemi shenjtë unjeli, për me zjarë, me gjithë punë për fëmijët e tyne. Pesin. Ishin afer një kullët madhë silohe. Pa pëjtë mas, kulla shamet e mytë 18. Populli qotë në kam, Jezus me madhënja pa matën, po ku është këmë ka shi madhë? 18 babalarë, ardhën për me fitu bukën e gojës për fëmijët e tyne. Kush kam këtë në? Me mëllësim e për madhim Krishti thotë, s'po dhe thamë se kam këtë në kush, asë sa bam këtë, por vene veshin mirë, atërë dhe sot. Po së këthyt ka Zoti, keni për të pësu gjithë në kështumë. Kjo fjara shkimi shajtë. Para 2016 vjetë, Ninive, është një shtetë në Afrikë, në Azisët. Jona profet, i thotë popullit, vllazën e motra, mëkati janë shtimalën të në qiell. Dërsia Zotë është e pamatën, pse Zotë sa mshkia pamatën, ndashnia pamatën, pa është dërsia pamatën. Atë bëhet të janë hinarë. Po së këthyt, ka Zoti, sa të 40 ditë, ka me rasë gjenë për qiell, e ka për në këthytën shkëmë hinë. Dariu mëriti madhë, miliarder, si më thonë me shpajnë që ka sot bota, e parë shkej që asot për nesër, e urdhën popullin me uvesh gjithë me thasë. Me lanë jetën luksit, imaritetet, seksin që anë të merët arma ma fëshishme të hatë për me pranosë, miliona shpjetën shë në punën e farët. Bajnë pëndesë. Zotja babë dashnia pa matë në Krishti, ka arë për më katë nërë, thotë ka marë për më katë nërë, nuk e du të keni më katë nërë, pa të fetë, për notë, e tjetoj, fetë Krishti, jëna, goja ti hinora për gjithë popujt e bosë. I Zoti i fali thanë. Në Fatima e madhnushma zëbeku me ta shëshina 80 ullërim bosë. Këthejnë ka Zoti. Këthejnë ka Zoti në dashnin vlasnore. Krishti e pysin, urdhë maj pari, cili është, keme dashtë Zotin me tanë përshit e shpjetet, e keme dashtë vëllën tanë pas shivedetin. Po vunë në parim, po vunë në zbatim, këj parim i Krishtit tanë po të asat do të ishte një kopsht i madhe me lure e mjartë. Për pyjtë tjera i gjanë një vetë. Parabën tjetër, shamën tjetër Krishtit në e bitkartë në asë shpëjë mërzis. Sa dashnia pa matën, por, deri kur, tanë thotë të kërështë, i këtë nëmbrumë për para dërësi shfinore, thotë Krishti, jonë, e na. Një babë kishte 2 djelmë, ishte pasën. Djali i vogël, vëllai, ma i vogël, se vëllai i madhë, që ishin të bashkë me babën e vetë, i thotë babës, babë, më vjenë keshë me të lanë, por kam dëshirë të madhë, pasunin që më takon mu, ma apësh, se du me nërtu jetën si mas dëshirë të më. Me rëdhë përfashe, me përmallim, thotë Krishti, baba e përndoj me heshën zamër, se s'ka që ma shajnë se fëmija e nanat që vujnë, ose që apin jetën në marë botë, në marë popë i posë. Mërishtë të si shekullë që jashtë, natyra njerëzore, shpërderon tanë pasunin e madhën e vetë, pa e qapat, mas dhe për vetë të pa urta. Me dekunit. Marë thotë, unë të pakten, s'kam qam mushit, as një shërbim vedit, as këkuj, e po shofë dekin për para së nysh, pa shkojt e baba. Gjithë të cëzët, ja kam ban babë, se kam shtëru me familje me tana. Por disi a gjithë zamër babët. Kam shjetë pa matën, ata shnje pa punë. Shko për strajsë, baba ndajnë në sofak jashtë, shukjo një lëfës, bam, tanë lara, me tesha shkyme, hata mu pa me sëmë, për shtakut. Afrot, kë kanë bjerë, ku kështë shu jeta e shturën e mkatit. Banje nërë,
O, babi, thot, s'kam syme të pa me syme, as me tarë shpitama. Por, gabim jem i madhë bani që shka bana. Të kam shneru, të kam zëzu, të kam bani që të qijet. Por, di se i babë gjithmonë. E dashnja e mund gjithmonë të keqen. E ja mërë bjerë, baba, e ja mërë bjerë, e kap, e peshafan, o e urdhën shëptarve, kostumin matë mirin, post matë mirat, ushqimin matë mirin, pejni edhe dashin, e të bëjmë gost, se ky djali jem, kam këtë nu, apën nu, e sot i vjen dita e të njallënit e lirisë. Kështu thotë Krishti ban ati jam qëllar, me më këtë nërë që pëndohën. Shëpësdhek nuk mund me pas parët ma zotë, se është mi gjitha dërësia. Në pasqyrime e soshëm Krishti nga parashet që shpej fillim shekulli zetë, tërbullimet e rana që kanë përshku botën. Gjitha gënjëtën për botën, zhurëm luftash, revolucionësh e tjera. Paralim për ka thënë dhe tjetër, kështë gënjën të është 2000 vjetë. Ka me kënë një tërbullim e madhë në boshë, se kënë kur as ka me kënë ma kur. E posi, mos i shkërtot e atjem atë ditë, e së do të me të gjallë frymënirit, por për hirtë të zgjallëve, atë do të shkërtojnë e do të pa gjanë. Paralim u botën kështë të është 2000 vjetë. I ka thonë tjetër, e 20.000 dërit. Habet arës hovës kënësot e hovili, o portët e adushe e aldin thoshme e me thaj fjetë në spasë ku më vile. Po, e thash me fjallë të Krishtit. Kam dhe dele tjera që shanë këshaj vathë. Kam arë dita kanë me një zanë tëmë. E këtu një zanë tëmë kanë më këthy. E kam ba një bari vetëm me një gjishë vetëm në marë botën. Kjo për më timë sëllëm që jep Krishti bosë mas njëne, mbereve edhe që i kena pata që qenë sa vjetë. Pëse Krishti është dashnja pa matën, po është e dërësi e pa matën. Në kënë ardhe këtu me taku shpirtnisht Krishtin, me ikë mëkatet e imoralitetit, me shetnu kënorën shajte. Ërse, thosh pali, vim patërëm qëllorëm, gjallin të rapin t'illut, me të fështirë fitot lumënia e qilës që jem të firin të gjithë, a ne do shkojmë. Temat, gëzimtarët, të ndeshmit, bojarët, e grafisin qilën, rap jëndë. Si e thonë, atë saj fjash latin, fjash Krishtit. Në kënë ardhë që me gjithë hirën e Krishtit, dashnin e Krishtit, kuptimin e jesë paste e të ndeshme e të begashme, dashnin vlasnore për pashën i marë botën, edhe për të pashënit. Cila është pasënja ma madha, miljardat, gratë qelet, lavdet, po janë së për nesër. Ma madha është me da zotë me ta në përshit e me ndimu të vërshën të botë. Gjithë shkatë ja epni vlasënëve të uj, mi keni dalë mund, thotë Krishti. E shpërlimi uj, ka me kënë i pamatë në me të një qëllore. Gjithë pasion që keni, te për me thë shpali, epnja familjarëve të uj, tjetën gjithë vërshënëve. Ka më një fjallë amel e pushteshme për të dritë e Krishtit. Venite, beniti patë shpejt, pas të zedë rëgjën për varë për vësanë të omë sekula. Eni të pekumë të atë temë. Zotnodje, jo vetëm hini, po zotnodje me të njën e nërtume para gjithë shekuve. Me të një e bujarve që nevojnë të fafrit në emën të Krishtit, që kanë mështërit si diri që shtë të botën materiale, kanë mështërit shpirtin e gjithë bujarve që nevojnë të fafrit të të Krishtit. Të fletë Krishtit, jena. Në kuptimin e usë, se që me shqitë manë na. Po kjo fjala Krishtit se gjitha veprat e tuja të mira kanë me pas shpërblimin e pamatën në metin qilore. Ushtrim që shë zërë bekume, thotë shpartin pershenit, se janë shumë kushi që ka pak idenë, pak shkurt. Zërë bekume, kur e ka pa me synë vetë, ka pëtën mesh për mi vorën ti, në akpila, dhe mi trupin e ti, në varë atje. Kur kam patë ma nushme në zërën e bekume, thotë, me një pushtet pamatun, një dritë pamatun, një dashnit pamatun, mshirët pamatun, post pamatun, u të të rovën shpirët më thonë, a kanë ka vetë Zoti, gjithë pushtetin që ka dhanë Zoti nësë Krishtit, që sa pak e nërojnë mjerisht edhe në dhe në tjera. 2000 vjetë gjënë përrosë në me dorën së zbeku me qita fitore të kishë.
Lumja Sinan, zemër saj e pa për lumë që do të triumfoj shpejtit, nëse e keni në qyshën Fatima, triumfizoj zbekume, është i shpejt, nëse dim, pa është i shpejt për petë malëzët, për me dhanë gëzimin, shërbimin, pështimin, lumnin, të njallënit, gjithë në zimit. Ti marrën të fjallë. O thamë, ka Italia, Amerike, kumë ka që në dora Zotit për Europë, 4 rëzarë së zbekume. Së marë 4 mistetet së zbekume. Një orë më rrutë shpirtën, se shpirtën si palant e padekshëm. Trupin shketë dhesë. Po, trupin e manë shpirti, shpirti, funksionet anatomike, fiziologike, embriologike, septologike që janë tanë shkencërisht një gjifën edhe ju, e majnë në trupin, pa shpirti që e majnë, po shpirti i padekshëm. Se trupi, çdo materie fillon e maron. Kene arto të takojmë Krishtin, me të manushëm zënë e bekume, me u lypë e më lutë para angjëve, që ta bindem na, e të bindem të gjithë, se kisha, feja, Krishti a përpështimin e gjithë njerëzimit. Krishta babi i katolikëve, i muslimanëve, e berevi, panteistëve, çdo fe kjo i ka kriju të gjithë, e me mallin e tij të pamatën, ja ka hap dyrë të lumisë, dritën e dyrë të lumisë gjithëve. 4 orë në ditë, pas të zinë e konorës, shëtnimin e familjes, djemë të varzat, kur i tha Gloria Paulus, Krishtin në Kolumbi, që kam pruna, gjitha zezat, shikën altë, i kanë të njëmë për farë, orën për të falë, e të kanë falë, shikën në altë, parnizën, një lumia e pa matën që s'ka gojë që e shpëri, du me pas gjithë të rritë, e të rritë e posë në parnizë, dhani i lumnisë pa matën që në ka bankat e Krishti, vim të gjithë para maldisë të hinore, 4 zarë shajte, shetnëm këndore në shajte, të dumë në anë e babës, s'ka të ashtë një mëtë masët në anë se babës, me shën shajte se nuk ka mas qefit, janë urna, e qëto urnë që thetë kërkon gërësi, por Krishtë më shkia pa matën, e në lutje tona, në përbëtin tonë, me zëllin tonë, me zbatimin e dekarogut edhe të ordnimet malën qëtë, të mladhëm këtë kishë, e në shdo kishë të botës, të janë lutet më fuqishme Zotit, të bindën gjithë njerëzit në botë, për pashën shajte, për dorëzimin shajte, të ndimbojnë e të ndimbojnë të gjithë, e të jenë të gjithë gëzimi i të gjithëve, e partia ma madha bosë të gjithë, me një më të gjithë në emën Krishtit. Dashnja Krishtit më hëllën zemët të në tanëve, për në pantirje të gjithëve, në gjëneve, për marë bosë, këtë një ka Krishti, lumnia pa matën, vlasninja pasha, e dashnja të me të në gjithë botën marë. E të një gjojmë fjallën amen të Krishtit, ku të me dhe në sënët. Shumë të trupi shketë, po jo shpirtët, shpirtë dritë e lumni. E u kësa e bojnë fides, eja shëptuar e mirë pasin, eja e kësoje lumnin e gatuën për ty, parë gjithë shekuve, në gjithë shekuve të shekuve. Qoftë du Jezu Krishti. Tani, eminenca e ti, Kardinal Simoni, ka ardhur edhe me bekimin e Papa Leonit që ka takuar para 2 ditësh pikërisht të mërkurën, i cili e shprehimisht i ka thënë që në popullin shqiptar, në kishën katolike, bekimin në emrin tim. E kështu që Kardinal Simoni tani do jo vetëm do të na japin një bekim, po do bëj një lutje shërimi dhe çlirimi mbi gjithë ne, e pastaj do të na japi bekimin e tij, kështu që të vijemi edhe në ndëgjim me fe në lutjen në uratën e tij. Para se me dhanë bekimin, është natyrshme që të lutëm që shpashku për shajtin atë papë, që shpirti shajti ka zgjallë për me drejtu popullit katolik në botë. Të lutëm për gjithë popullin shqiptarë, që në të Zotë japë paqë, harmoni, vllazni, begati, gëzim e lumturi. Aty unë, që jem në qiell, shajtë në qoftë e më lytë, hartë mërtë një jote, u balë vëllë dhe sa jote, se më qiell ashtë në dhejë, bukën tonë të përdishme, hep në neve sotë, si falim në fajtorë, e mos në lënë me ranë të keshë, por largona për gjësh keshë. Falim i mëri, hirë plotë, Zoti me ty, beku je për mi që gra,
e bekum a fryti I barkut tanë Jezus. Shenjtja Mari, nana të në Zot, lutu për ne nga të nërë, të shënë thilë të morë të conë është të gjovë. Qoftë në mniatit, e të birit, e shpirë të shenjt, se a kënë në parë, të shëpështë të kone jetë është të gjovë. Do të kemi parasysh se mërkurën shenjtja të papë, është e 4 herë që për të kohëm për të rëmuj, urimet, përgëzimet, begatin, gjithë popullë shqiptarë, dalën për gojës papës, Luani 14, Luani 13 është e gjëgjishme, kjo është Luani I 14. E papa dëshërën e lutet, për si forës e ki shajte me shqitin zamët e njerëzve, dritën hinore të Krishtit, dashnin e gjithë popujve, vlazimin e gjithë njerëzimit, begatin e gjithë botës. Ujë e shashisumë që po bajmë, është ujë që ju e një drita bosë, I ka thonë Krishtit gjithë më shtarët bosë, ju e një kryva tokës për rëfimin. I shetë edhe urimin, kishë shajte paparis, ujët e shashisumë që gjithë të keqë smunish, tërmetës e tjera. Shajti Shmil Arkangjell, në lutën që po bajmë, eksorcizmin që uhet ushtrim hinar për qilët, ka thonë me gojën e vetë. Lutja në matë fortat, për mos më thonë ma forta anë e kish, është eksorcizmi I pepilum për Luanit 13, për arsit të papës Luanit 14, Robert quhet në anë familjarën. Mund të shdukin kataklizmat e motit, që vë bëhat kjo zhurë me madhe, dytërim e madhe për shkencetarët e bosë astronomët, me dhënë bosë njerëzimit një krim të mirë, por më ndoj, Krishti ka kriju qilë tokë, ka kriju edhe krimen, pse mos të ulemi para Krishtit në gjojnë, që e kanë dorë, që e kanë rëgëllon botën, shduk tërmetet që banë kërdi në botë, shduk gjitha smunet që anë këtë anë të bosë, a që dhe mos të mori, janë me qina, mos të thonë me mija, që edhe më thrasën e djenë për tanë, në Itali janë me 30 sa mi vetë, që në vjetë kalon jetë më shumë, që mazdana dhe shkencore, mjekësore. Bile, fjalla fundit e shantit Shmikhail Arkangjell, që për në shef e për në dhejnë, që janë fjallë që flasëm tëmë. Gjithë shka I në këtu, është një filmim I drejtuam për të natëzat për gjithë popujt e bosë. Edhe luftat I nalojnë edhe në paqen mes gjithë popujve, po këse popujt për mysën e lutën para Krishtit Zotit. Gjithë shka bekimi në latin, se drit e lumni, që s'marën kur, se dhjellë në rritë botën pa materje, dhjellë e Krishtit, është jam shumë. In nome e Patris et Filii et Spiritus Sancti, exercitat te creatura salis, in nome dei Patris omnipotentis, et in nome Filii Domini nostri Gesù Christi, et in virtù Spiritus Sancti, ut fiat salix et salutum cadentium. Esses omnes somente passados mens, et corpus aut que publi descendere in locum quas pastoris, omnes fantasma vel vesuce de boris faudis, adorat per eum coventurus assiducar vius nos seculum perinem. Exercitat te creatura aqua, in nome dei Patris omnipotentis, et in nome Filii Domini nostri Gesù Christi. Et in virtù dello Spirito Santo ti acqua exercitata, ad avocanda omne potestati nemici, et ipsum inimicum radicale spontanea vascum anques apostaticis, per virtù de Domini nostri Gesù Christi, qui venturus est litigare vius post seculum perinem. Per simia e crucis de uit, u baf, lamentati et virit et Spiritus Sancti. Grazie tuum quesum Domini, meditimus nostris, secundo camerun santi, che ci fiduciatum cognos, per passione së të kruqëm, atë resurrectionis gloriam për të gamën për ndëm Kristum Domin nostrum. Kishë shanjtë e ujit të eksorcizumi qëta dhe, kushtrimin e Krishtit që po vjen për me gjiku botën për dytën herë. Vetë i lumë kur vjen se thos dinjas ditën as orën, për mandja Krisht do duket gjithë popujt e bosë, do ta shohin ma fshyshe, ma shnishë për dilin Krishtin me dhanë paqen, bekatin e lumërin gjithë njerëzimit. In nome e Patris et Filii et Spiritus Sancti, Principes gloriosissimi celestimi Santi Michael Arcangelo, defenderos in pace vas principes et potestates, atras directores tan per harm contra spirituale ne quis in celestibus. Veni ex in homicus et manifestat in diaboli in pers magno. Te custodem et patrum sancta venerata Ecclesia. Tibi, tradium sanctorum torn soprana felicitate elegantas. De percare de un passo sotto gota sattam sopra nostris. Neutra valt captios, tane homis et crescere. O per nostras paesis in cospetatissimus cito antissimus misericorde Domini, et apparente accorum sapendum anticum quis jam sattam verigatum midatina bisum seducut ambius gendes.
Et in nome Domnului nostru Iesu Cristi, intercedente Immaculata Virgine Virgens Maria, beatus apostolus Petrus Paulus, omnibus sanctis, et sacra nostra autoritate conficia administrationis diabolis fraudes, repellens secura credem, exsurga Deus, et sepaem turim viceis, et fugent pietate facies, et fum secupce per, peccators facies, ex crucem Domini, fugit de parso nostre. Vicius Deus, et tribu guidatis David, alleluia. Fiat misericordia tu, Dom, superos commandos persum tem, exercitamus tesies, homus mundus spiritus, homus satanica potestas, homus incursion franus adversari, homus legio, homus congregas et diabolica, in nome Domini Gesù Christi eradicate, e fugare de ecclesia, abenimamus animae cosa Christus in santo redens, necut travaris captivos, tene homus et credensere, o per nostras paeses in conspiratismo cidantissimus misericordiae Domini, et apparendas draconem serpentem antiquum, qui est diabolus Satan verigatum vidas in abyssimum seduct ambus gentes. Pax et benedictio Dei omnipotentis Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descens sobre vos, et man semper. I malë Zotë mosh për hirë dhe gjithve, për hapin e dashnin e vëllëzimin e gjithë njërzimit, të lutemi gjithë për të gjithë, që të gjithë me sinjë të pësqeshën dalin në gëzimin e vëllëzdorë e gjithë popullit të botës. Qoftë dy të Krishtin. Ju lutem mos harroni 4 rozare zojës. Që janë 4 rozare, 4 misterë të zojës, për me u evitu çdo smundje, çdo të keqe. Njerëz bërshën që i bjenë në botë, smundjet që në hapin në botë. Ti vim në kam nënës Krishtit, që të tokë i ka në dorë, në sekundë i shdu, po kese bamë të taj. Edhe herë, u mush Krishtë më hire me të mira. Tani para se të kryjmë kremtimin ton, bëjmë lutje në këtë vit të posaçëm lutje për thirrjet edhe me bekimin e eminencës së tij. O atë i mirësisë, shiko me dashuri kishën tonë në Tiranë Durrës. Biri yt na ka thënë, luteni Zotin e të korrave që të dërgojë punëtor në të korrat e veta. Të lutemi rizgjon në zemrat e brezave të rinj, guximin për të ndjekur Krishtin me dashuri dhe gëzim. Na dhuro me shtar të shenjtë, rregulltare, të përvujt dhe të zjarrt në shërbim, që ta bëjnë të pranishme fjalën, korpin dhe mëshirën tënde. Bëj që familjet tona me besim dhe gëzim t'i mirëpresin dhe t'i mbështesin thirrjet e reja. O Mari, Virgjë e ngushëllimit, dhe ju martir shqiptar, ndërmjetësoni për ne, për më të madhen lavdi të hyjt dhe për shpëtimin e shpirtrave. Amen. Nana e këshillit mirë, mbretëresha e paqes, Virgjër e ngushëllimit. Edhe herë në emrin të Krishtit, bashkohemi së para madhësisë hinore, që është lumnia, gëzimi, jeta e lumturia e Marbos. Po hap bekimin në emrin të shkëlqësisë ti, barit të mirë, që ku shifni i peshkën tu, u duke sikur është Krishti që u vjen me dhënë drejtën paqen dashnin, dhe gjithë afer në vllazim e paqë, lumni në Kristin. E bekimi i gjithë përshtatshëm, i Atit, e i Birit, e i Shpirtit Shanit, zbritet që do të përën zemrën tuaja. Ju mosh me hirë, shtet paqë e begatit të ri.